mbush plot me ujë, u bllokua përroj te argjinatura këtu dhe përroj në vend të kalon te vendi ku është, erdhi i gjithi këtu. Gropën e pat apo jo? Apo se keni parë? E pra të tregoj gropën, dhe gropa tani u fund 9 merë, hipi këtu, deri këtu që me zall, deri këtu që plot me gure. Ta gure që janë këtu i kam pasur privatisht unë. Këtu, makinë e akullit, që bën 5.000 euro, u doj, që iku u prish. Paketa elektronike, mikseri, dinakordi që janë këto vegla muzikore, frigorifera, kalorifera, bokse tjera, shko që ka bëna që deri këtu në ujë. Edhe këtu vlera e dëmeve i kam të gjitha këtu, materialet e djegura i kam këtu. Do t'i bje dhe me foto në bashkia, të gjitha me ashtu. Edhe përmbytje këtë 70.000. Sa të shkon? E kalon 10.000 euro. Qëm këtu atë darkë, filluan shirat, ne ishim brënda, plus ujë që kalon të atje, ndikuan shumë dhe makinat që ishin anës rrugës, sepse bën prit, dhe gjithë gurët e blokuan ujën dhe hidheshin përsëri këteja. U përmbytën erdhi nga trotuari këtej, kolektori nuk tërhiqte, shqeu derën, theu derën, mirë që shpëtuam se kisha dhe nipin e gruas, ujë hyri deri në këtë nivel, ja duket niveli po ta shikosh 1,30 m sa i vetë, 1,gjysmë m. Fikëm drita dhe rreme e shikojmë pasaj, që të bëjmë. Kjo është atër historia. Dëmi sa e llogarisë në ju si? Po dëmi tek 18, 20 milion të vjetra, diçka të liku 95% e mallit iku e tëra poshtë, e kupton. Vetëm në gjupë që mund të latë në pastrin kimik dhe ta shesër me kostos. Tjerët ika nuk lajet, pambuku nuk lajet i tërë, absolutisht asë një. E kishit të siguruar biznesin? Jo, nuk e kishim siguruar. Nuk na kishë në dhurno një herë, po këto e në mësime, si të thash, po se pësove nuk e mëson. Vetëm në pak ditë janë inspektuar 70 objekte, biznesi e banesa, thot Fatri Ibrahimi, specialist për emergjencat civile. Me situatën e krijuar, sekretari i bashkisë ngriti një urdhër ku ardhoi 2 grupe pune me urdhën e tij për konstatimin në vend të situatës në biznese dhe në objekte private. Grupet e konstatimit janë ndarë në terren prej 4 ditësh, të cilat konstatojnë dëmet shkaktuar nga ato përmbytje, i evidentojnë ato dhe hartojnë relacione përkatëse për konstatimin e dëmit. Deri tani një grup ku unë bëj pjesë dhe jam kryetari i grupit të konstatimit të terren, kemi konstatuar rreth 40 subjekte, nga këto 35 private dhe 35 biznese, të cilat është bërë evidentimi konkret, real, faktik i situatës dhe po hartojnë në ana dokumentare në bashki për të kompensuar në një rast të dytë pas mbylljes së praktikave dokumentare. Tani jemi në fazën e konstatimit të dëmeve. Komisioni ishte hartuar me 5 veta, të cilët janë të fushave të ndryshme, në fushën e ndërtimit, në fushën e ekonomisë, juridikës edhe organizimit total që bën nga kabineti kryetarit të bashkisë.